Hati në film? Po, e dëgjuat sakt. Një prej emrave më të komentuara të rrjeteve sociale, po bën hapin e madh drejt ekranit të kinemas. E gjitha kjo vjen fal projektit më të ri të producentit Durian Hysko, i cili vetëm pak ditë më parë foli për surprizën duke thënë: Kazirma do të ndryshoj rregullat e lojës. Pas një periudhe qetësie, Turi po rikthehet fuqishëm dhe këtë herë me një film që pritet të ndezë debat dhe kurreshtje. Kazirma është titulli që po bën xhiron e rrjetit. Në faqen zyrtare në Instagram është paralajmëruar: Kazirma nuk ka mëshirë. Çdo ditë është një betejë për mbijetesë. Një çmim, 200.000 euro, vetëm një fitues. Projekti do të sjellë për herë të parë në kinema Hatin, vajzën që ka ndërtuar një profil të fuqishëm në online, por që tani e provon veten në një tjetër dimension. Për krah asaj do shohim emra të njohur të ekranit e humorit, si Rodina Dembacaj, Jonida Shehu, Fioralba Ponari, Gert Fera, Gentian Zenelaj dhe natyrisht prezantuesja Orinda Huta, bashkëshortja e Turit. Ky kombinim personazhesh dhe kjo formulë e re që po sjell Hysko ka ndezur kurreshtjen e publikut për mënyrën si do të zhvillohet loja, cilat do të jenë betejat dhe kush do të arrijë deri në fund për të fituar çmimin marramendës. Por gjithë vëmendja është tek Hati. Nga video të rrjeteve sociale në ekranin e madh të kinemas, ky debutim është një hap i guximshëm që do të provoj nëse ajo mund të shkëlqejë edhe si aktore. Si mendoni, a do t'ja dalë? Na thoni mendimin tuaj në komente.